Ambasada amerikane në Tiranë la pa frym hajdutët e fshatit ton 3 ditë më parë, jo vetëm abuzuesve që shkelin ligjin, por edhe zyrtarëve të korruptuar apo cili donën hetim dhe të dyshuar në afera. Jo vetëm i pezullohet viza, por edhe kthehet si Çeçua në Shqipëri. Kjo deklaratë u vlerësua si lulja magjike në dimrin më të egër politik të pranverës së 34-të pas saliut të parë të shekullit kaluar. Dekorin e kësaj skene simpatike fatkeqësisht e shëmtoi një harres momentale. Të nesërmen Fatmir Mediu flak për flak me flakadanin amerikan, shtyu me ironi Altin Dumanin, shpërfilli gjyqin e radhës ku prej vitesh përballet me akuzën për vrasjen e 26 personave dhe plagosjen e 290 të tjerëve në tragjedinë e Gërdecit të 15 marsit 2008 dhe fluturoi drejt Washingtonit. Fasada diplomatike nga një harres e vogël ndryshoi ngjyrat origjinale, ndoshta e ngatëruar në emrat serial të statujave të korrupsionit. Fatmiri ynë, që shqiptarët e duan në burg, deklaron botërisht se është i ftuar nga Kongresi Amerikan për punë të rëndësishme nga data 24 mars deri më 1 prill në shtëpinë e bardhë. Kjo njollë zez nëse ambasada nuk e kthen urgjent, gëzon gjithë kriminalët e fshatit dhe hidhëron gjithë shqiptarët e ndershëm që besojnë tek Amerika dhe drejtësia. Hajdutëve, por edhe ca segmenteve brenda drejtësisë, justifikimi i Fatmirit se ka ca punë të rëndësishme në Kongresin Amerikan u jep shpresë për të sfiduar deklaratën e ambasadës amerikane në tregun e lirë, ku kriminalët dhe hajdutët që kanë fshehur pasurinë në Amerikë mund të jenë ende të lirë. Fytyra e rezistencës së mafjes po lahet me ujë nga fati i Fatmirit. Pra jo vetëm milioner Fatmiri, por gjithë hijet e zeza të fshatit tonë në formën e pazëshme, kënaqen dhe synojnë se kështu si ky do të munden edhe ata ta mbysin zërin, se doganat në Amerikë nuk janë shosha me vrima që lëshojnë poshtë miell të pajustifikuar edhe pse nuk mund të ngjajë kështu. Në rastin konkret, nëse ambasada e ka harruar, e kemi detyrë profesionale t'ja kujtojmë. Tek dërasa e dyshimit nuk duam të shkelim, pasi kemi mjaft kalpsira në përkëmb dhe këpucët na vrasin nga mbeturinat. Edhe perëndeshën e ligjit dhe rendit hyjnor themis, një tjetër Fatmir, Bablokuj Surreli, të ka gjymtuar. Drejtësia tashmë nuk është e verbër. Çdo prokuror, hetues apo gjykatës duhet të shikojë me një sy dhe në një drejtim nga të fortët. Vetëm njëri prej tyre, Altin Dumani, mban shpatën e Skënderbeut për vendimarrjet edhe të atyre që kanë humbur njërin sy në betejat me Sali Berishën dhe Ilir Metën, edhe të këtyre që duan ta përshtasin pamjen me errësirën ku vazhdojnë plaçkisin piratët e Edi Ramës. Në fund të këtij udhëtimi, na duhet ta mbathim gomarin me patkonjë tan, që pankartat marr kuptimin se ambasada amerikane ka harruar Fatmir Mediun e duhet ta kthejë urgjentisht pasi akuzohet për hajdutëri dhe vrasja. Ka gjyq më datë 7 prill, nëse kthehet s'ka më justifikime se e mbron Amerika, por atë ditë Cezarit do fillohet të jepet çka i takon Cezarit. Sa pasuri e krime ka ky nuk jemi të saktë, por që gjykata e apelit të Milanos më 23 prill 2000 e ka dënuar me burg 4 vite e 6 muaj për përkrahjet personave të inkriminuar, saktësisht mbështetjet personave të përfshirë në veprimtari kriminale, shfrytëzim prostitucioni dhe trafik droge është fakt. Klikojeni vetëm në Google dhe mësoni se dënimi pas procedurës me gjykim të shkurtuar ka zbritur në 3 vite burg. Vërtet dënimin e ka të pashlyer jo si Fatmir Mediu, por si Fatmir Mehdi Hoxha, por ama Hoxha i fshatit ton ka qitap, se në janar të vitit 2005 dhe në Amerikë ka udhëtuar me emrin Fatmir Mehdi Hoxha. Pa pyetur mora aman me shenjat e gishtave, si i bën më gjithë Fatmir Mehdi Hoxha Mediu, le të mbetemi sot vetëm tek dyshimi se nuk ka ngjarë diçka që çudit, por thjesht ambasada amerikane ka harruar Fatmir Mediu.